أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Nderuari kryesues dhe drejtor I institutit, të nderuar pjesëmarrës, që në fillim që të gjithëve ju përshëndes me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pasi që tema të cilën u përcaktova është vakëfi në burimet themelore islame, dhe andaj do të mundohem me disa pika që t'jap kontributin të me dhe unë, edhe pse materiali është shumë ma tepër, po sigurisht do të përqendrohemi në kohën e caktuar. Ajo që për vakëfin para se të hinë ajetet dhe hadithet, pikës pari definicioni I vakfit. Fjala el vakf, shumë si el aukaf, për nga pikpamja gjuhësore është infinitivi I foljes vekafe yakifu. Do me thënë, me ndal, me bloku, me mbet I palevishëm. Nga po e njëjta folje rreth edhe fjala mauqif, vendi I qëndrimit në ditën e kiametit, për shkak se njerëzit do të ndalen dhe të merren në llogari. Ndaj thot Allahu fuqiplot, vaqifuhum innahum mas'ulun. Ndalini ata se do të pyeten. Në aspektin e shariatit islam, termi vakf nënkupton vendosjen dhe përcaktimin e diçkaje në trajtim të pronësisë së Zotit dhe orientimi I të ardhurave të saj për qëllime bamirësie. Ky është përkufizimi I vakfit nga ana e dy nxënësve të Ebu Hanifes, Muhammedit dhe Ebu Jusufit. Njëherit edhe qëndrimi zyrtar në medhebin Hanefi, sipas cilit edhe veprohet këtu te na, edhe pse të gjitha shkollat juridike kanë dhënë mendimet e tyre, po në thelb janë të njëjta. Ndërsa Ebu Hanife vakëfin e ka definuar si sekustrimin e thelbit të diçkaje në pronësi të vakëfit, me qëllim që jepen për qëllime bamirësie. Objekt I një vakëfi mund të jetë një pronë që ka vlerë me kusht që të jetë pronë e patunshme, ose edhe pronë e tunshme nëse kësi lloj pronash janë të zakonta, dhe kështu tani në këtë kohën e sotit kemi shumë. Shtylla kryesore e vakëfit janë fjalët specifike për të si për shembull, kjo tokë, pronë e imja është lënë vakëf si sadaka e vazhdueshme për të varfrit, ose e lënë vakëf për hir të Allahut fuqiplot, ose është lënë vakëf për të mirën dhe për bamirësi, e të ngjashme me këto fjalë. Kushtet për lënien e ndonjë pasurie si vakëf janë po ato sikurse edhe në donacione tjera vullnetare, siç është liria, mosha madhore, si dhe një kusht I veçantë është që në kohën e vakëfit prona të jetë në pronësi të vakëflënësit, që do më thënë të mos ekzistoj asnjë pengesë ligjore që do të pengonte pronësinë e pronarit që dëshiron ta lëjë vakëf. Baza e vakëfit në shariatin islam. Dietarët islam kanë nxjerrë plot ajete dhe hadithe të cilat nxisin dhe inkurajojnë bamirësinë. Kështu mbetet të kuptojmë se edhe vakëfi si një veprim bamirësie së pari mbështetet në Kur'an, pastaj në hadith, si dhe në ixhmain e të gjithë dietarëve islam. Nga mesi I këtyre ajeteve mund të përmendim disa prej tyre. Nuk do të arrini përkushtimin e vërtet derisa të ndani nga ajo pasuri që e doni. Ajeti Al Imran 92, ku Allahu xhaleshanu thot, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Ata që e shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Allahut, I shembëllojnë atij që shembli që mbjell një kokër nga e cila dalin 70 kallinj, kur secili kalli ka nga 100 kokra. Allahu I ashton edhe më tepër kujt të dëshiroj. El Bekare ajeti 261.
Friksoni në Allahut sa të mundeni, dëgjoni e binduni dhe shpenzoni për bamirësi. Në të mirën tuaj, ata që ruajnë veten nga lakmia e saj, pikërisht ata janë të fituarit. Nëse i jepni Allahut një uha të bukur, ai ju a kthen shumë fish. Atë dhe ju fal. E të gabun ajeti 16 edhe 17. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i kuptuan ajetet kuranore dhe të parë nxituan në realizimin e tyre. Kështu si dukuri për herë të parë, çështja e vakëfit ka lindur në periudhën islame e që është përhapur e zhvilluar nga shoqëria islame. Argumenti në të cilin mbështetet paraqitja e vakëfit është hadithi që përcjell nga Enesi radiallahu anhu, në të cilin thuhet: kur është shpallur ajeti, nuk do të arrini bamirësinë e plot derisa të jepni atë që më së shumti e doni. Ebu Talha erdhi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o i dërguari i Allahut, Allahu fuqiplot thot, nuk do të arrini bamirësinë e plot derisa të jepni atë që më së shumti e doni, kurse për mua pasuri më e dashur ishte Bejruha. Ajo ishte një kopsht në të cilin hynte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në hijen e tij për tu mbrojtur dhe pinte ujë në të. Ndaj e jap atë për hir të Zotit dhe për hir të dërguarit të Allahu xhaleshanuhu, duke shpresuar se ajo pasuri do të jetë bamirësi dhe kapital tek Allahu xhaleshanuhu. Ti o dërguari i Zotit, përcaktoje për atë që të urdhëron Allahu. I dërguari i Allahut atëherë tha: Pirolla të qoftë o Ebu Talha, kjo është një pasuri fitimpruse, ne e pranuam atë prej teje dhe ta kthejmë sërish, ndaj jepe si lëmosh kushërive tu. Përcillet nga Ibni Umeri radiallahu anhu se Umeri radiallahu anhu gjatë jetës së pejgamberit alayhis salam ka dhënë një pasuri me emrin Themg, behej fjalë për një kopsht me hurma. Kurse Umeri radiallahu anhu tha: o i dërguari i Zotit, kam fituar një pasuri të cilën e dua dhe vlerësoj shumë, kurse dua që të jap si sadaka. Kurse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: jepe si vakëf bazën e saj, kështu ajo nuk mund të shitet, të dhurohet e as të strashëgohet, por frutet e saj të donohen. Kështu Umeri radiallahu anhu atë kopsht e ka dhënë sadaka në rrugt të Allahut për lirim dhe robëri, për lirim nga robëria, për skamnorët, udhëtarët, si dhe për farefisin e tij. Kurse ata që qeverisnin me këtë kopsht kanë pasur mundësi të shërbehen me të në suaza të normales. Ti ushqejnë edhe shoqërinë e tyre, por me kusht që vetë të mos komercializojnë, gjithsesi të mos pasurohen prej saj. Në një transmetim tjetër tregohet se Umeri radiallahu anhu në Hajber ka fituar një copë tokë, ka ardhur te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pyetur: kam fituar një copë tokë, në ndërkohë që asnjëherë nuk kam fituar diçka më të vlefshme se ajo. Ndaj çka më urdhëron të veproj me të? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: nëse dëshiron ngrije atë substancën e saj dhe jep atë sadaka. Umeri këtë pasuri e ka ndarë sadaka për të varfrit, farefisin, për lirim nga robëria dhe në rrugë të Allahut, kështu që nuk mund të shitej substanca e saj, nuk mund të dhurohej, as nuk mund të trashëgohej. Megjithatë nuk ka asnjë pengesë që prej saj të ushqehet ai që kujdeset për të, ose ti ushqej shokët e tij, por që prej saj nuk ka të drejtë ta komercializoj e të përfitoj vetë. Përcillet nga Enes ibn Maliku se kur Muhamedi alayhi salatu wasalam ka ardhur në Medinë, ka urdhëruar për ndërtimin e xhamisë dhe ka thënë: o bit e Nexharve, ma tregoni çmimin e këtij muri që është i juaji. Ata thanë: jo, pasha Allahun, çmimin e tij nuk e kërkojmë prej askujt tjetër përveç prej Allahut xhaleshanuhu. Përcillet nga Ebu Hurajre radiallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur njeriu vdes
ndërpritën veprat e tij së shkruarje, përveç në 3 raste: lëmosha rrjedhse, dituria prej të cilës ka dobi dhe fëmiu i mirë që lutet për të. Ky hadith, siç thon dietarët, ka kuptimin se me vdekjen e njeriut ndërpritet edhe regjistrimi i veprave të tij. Në përjashtim të këtyre 3 rasteve, sepse ky ka qenë shkaku i ardhjes deri te këto veprime të mirësisë. Nga kjo që përmendëm, kuptojmë se për themelimin e institucionit të vakfit ekziston konsenzusi i përbashkët i të gjithë dietarëve islam. Urtësia dhe qëllimi sheriatik i themelimit të vakfit, që nga paraqitja e parë e shpalljes së Kur'anit familjar, që e vërteta e tij të mësohet si dhe të përcillet tek të tjerët me tekst të veçantë, kjo shpallje ka motivuar edhe mirëqenien dhe zhvillimin shoqëror njerëzor. Nëse në përbot shoqëritë njerëzore si bazë për zhvillimin e tyre kanë patur interesin, feja islame ka shfaqur si bazë bujarinë, solidaritetin dhe bamirësinë. Në suazat të kësaj bujarie dhe solidariteti kanë lindur shumë institucione e në mesin e tyre edhe institucioni i vakfit, me anë të së cilit janë përkujdesur për skamnorët, jetimet, si dhe kategori tjera të shoqërisë që nuk kanë mundur të mbijetojnë vetëm. Vakëfët gjithashtu janë përkujdesur edhe për kërkuesit e diturive dhe ju kanë siguruar harxhimet materiale, gjë që ka ndikuar në zhvillimin e drejt për drejt të ngritjes së dijes dhe shkencës tek muslimanët. Armiqtë e islamit, kohëve të fundit, duke studiuar islamin dhe jetën e muslimanëve në botë, kanë vërejtur ndikimin e vakfit dhe rëndësinë që ai ka në jetën e tyre, kështu në mënyra të ndryshme sistematike, bile edhe me ndihmën e institucioneve shtetërore, bashkëkohore, kanë punuar në asgjësimin e funksionimit të tyre, duke penguar bashkësitë islame në shfrytëzimin e fruteve të këtyre veprave të mëdha që i kanë pasur trashëgimi nga gjyshrit e stërgjyshit e tyre. Gjithsesi, vakëfët kanë luajtur rol të rëndësishëm në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e xhamive, duke vazhduar ta luajnë po të njëjtin rol edhe sot e kësaj dite. Ato financojnë në punësit e tyre imam, hatib, muderris, si dhe nxënësit dhe studentët që kërkojnë dituri dhe që më pas kthehen në rrethin e tyre për të dhënë kontributet e tyre në vendet në të cilet jetojnë. Që nga dita e parë e themelimit të xhamisë së pejgamberit a.s. në Medinë, muslimanët e shndruan atë në qendër të dijes, mbledhjesh dhe diskutimi për zgjerimin e problemeve, për zgjidhjen e problemeve jetësore, duke marrë rolin e një institucioni për të udhëhequr një shtet dhe një civilizim botëror. Për shkak kohës, normalisht unë këtu dua vetëm diçka, një sqarim të shkurtër të jap, pasi tema është më shumë duke u bazuar në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që janë të shumta. Dhe sidomos sadaka i xharie, lëmosha rrjedhse, ajo ka një kuptim shumë lidhet ngushtë me vakëfët. Gjithsesi, për vakëfët unë pak këtu që në fund të ceka, jam edhe dëshmitar i kohës se me forma të ndryshme kanë dash si e si vakëfin ta qetërsojnë. Mirë po, elhamdulillah, aty këtu në vendet në trojet tona shqiptare, ka fillu të kthehet, dikun të ka kthy më shumë, dikun të ndes ka nisur, po besoj se me kohën, inshallah, edhe ajo do të kthen pronë që ka qenë atyre që ka qenë, se nuk guxon vakëfi të qetërsohet. Vetëm këtu duhet të shprehi një segment shumë interesant nga gjyshrit, që nuk ishin ndoshta edhe hoxhallar, po e kishin dëgjuar prej dietarëve islam, thot edhe kur të kalonin nga vakëfi, plunin e vakëfit në shtëpi mos e sillni. Këtu do ta përfundoj.